Këngëtari Kanye West ka reaguar për herë të parë në koncertin e mbajtur dje në Tiranë. Me një fjali të shkurtër në rrjetin social X, artisti i njohur, ndryshe si Ye, ka falenderuar kryeministrin Rama për ndërtimin e një stadiumi enkas për koncertin e tij, si dhe shqiptarët të cilët e mirëpritën. Faleminderit Edi Rama dhe gjithë Shqipërisë që ndërtuat një stadium dhe më mirëpritet në vendin tuaj të bukur, shkruan Kanye West. Vlen të theksohet se koncerti i West u përfshi në shumë polemika në vendin tonë, pas përfshirjes së qeverisë dhe përdorimit të fondeve të emergjencës për të mos lejuar anulimin e këtij eventi. Kjo ndodhi pasi vetëm 25-30.000 bileta u shitën deri pak ditë para koncertit, duke lënë në rreth 30.000 të tjera të pashitura. Qeveria ndërhyri dhe bleu biletat e mbetura me fodmjet e emergjencave dhe më pas i shpërndau ato për administratën dhe antarët e Partisë Socialiste. Por kjo duket se është vetëm maja e icebergut, pasi që në fillim ka pasur dyshime mbi financimin e ndërtimit të stadiumit. Pavarësisht se u tha që stadiumi do të ndërtohej nga vetë këngëtari, dyshohet se qeveria shqiptare mund të ketë investuar para të tjera për infrastrukturën, dhe falënderimi i Westit për këtë ndez një dritë dyshimi të madhe. Ndërkohë që pak minuta më parë, Rama në një mesazh në rrjetet sociale për koncertin, fajsoi protestuesit për shpërdorimin e 4.2 milion eurove nga fondi i emergjencave për koncertin e West. Sipas tij, protestat kundër qeverisë trembon turistët e huaj që kishin planifikuar të vinin për të parë koncertin.